Forca Gjenjere në bashkëpunim me Bashkinë Lezhë dhe Policinë e Shtetit zhvillua një tjetër operacion për zgjësimin e shkëmbimeve të rrezikshëm në malin e Torovicës. Pas evakuimit të banorëve dhe bllokimit të rrugës, u bë shpërthimi kontrolluar i një shkëmbi problematik mbi zonën e banuar. Drejtori i emergjencave civile në Bashkinë Lezhë, Gjergj Prendi, bëri të ditur se operacioni rezultoi suksesshëm, ndërsa ndërhyrjet do të vijojnë në ditët në vijim, me qëllim eliminimin e plotë të rrezikut për banorët dhe kalimtarët. Kjo është faza e dytë e kryerjes së operacionit, është një ditë e ftohtë, por me shumë sukses. Operacioni e vlerësoi të suksesshëm sepse shpërthimi është kryer në bazë të parametrave teknik gjenjer. Nuk kemi dëme, deri tani nuk na raportohen në banesa, në objekte social-kulturore të tjera. Presim për 2-3 ditë të bëjmë shpërthimin tjetër. Të dy grup shkëmbish ishin ndër më problematikët, janë grupi madh shkëmbish, jo koherent dhe paraqisin mjaft rrezikshmëri, jo vetëm për operacionin e sotshëm, por edhe për ditën e vijim për banorët. Shkëmbin të malin e Torovicës në Lezhë ishin kthyer në rrezik për banorët dhe kalimtarët përgjatë aksit rrugor, ndaj edhe strukturat përgjegjëse u vunë në lëvizje për t'i dhënë zgjidhje kësaj problematike, e cila ishte identifikuar prej 9 vitesh.